përgjithësisë publike, një përfaqësuesi politik, në këtë rast zoti Hoti ka qenë, është politikan me karierë, me pozicion të rëndësishëm, qoftë në LDK, po qoftë edhe në shtet, edhe në shtetin e Republikës Kosovës, por unë dashta të lidhna me këtë idenë me kolegun që tha nuk e ka marrë në fazë të mirë Abdi Gjiku subjektin politik. Unë kisha thonë që nuk ka qenë në fazë të keqe, për shkak se i ka pas 7 komuna si subjekt politik që ka dalë për zgjedhjes. Po, është 2021 ka mësu të bakën. Po dhe, po flasë, mas 2021 zgjedhjet lokali ka fitu 7 komuna. Ato e merita Abdi Gjikun. Po dhe, apo kuptan. Do thotë, dhe më thonë, është një triumf i zotit Abdi Gjiku. Na e dim që zoti Abdi Gjiku një farforme se tash edhe reformat subjektet politike janë kogjat fështira lartë me i marë. Kjo klika vjetër apo elita vjetër është kogja një farforme, që më thonë, nuk i përballon letë dhe ndërrimin në qoftë dhe të pozicionit. E lemo hierarkin në subjektin politik, se një farforme ata e shojnë si diçka tynëv, në atë kuptim si trashëgimi politike. Kjo është pa të LDK-a, për shkak se shojmë që janë me do figura kogja të rëndësishëm me LDK-s jashtë pjesës aktive, për shembull. Vendet mas pari, ama ndaj jashtë vendimarrjes. Jashtë vendimarrjes, po flasë edhe në kohën para se me u majtë zgjedhje, për shembull e kemi zotin Veleu, e kemi zotin Zharku të Kaçanikut, cilët unë si gazetar, për një kohë gjatë që e kom përcjell politikën, e kom pa që kanë kogja një ndikim të madh në sidomos të elektorati i LDK-s. Po edhe për mrena, tash na e shohim për shembull zoti Hoti e ka një blok në thojza, një grup të vetin që ka punu edhe si kryeministër me ta, po deri sot s'kom pa zë kritik për tyne, po pres. Për shembull kisha pas shumë qef me ditë cili është qëndrimi i zonjës Bajrami, Metës, Ketrans për shembull, ku e dim që ka qenë një bashkëpunëtore edhe një dorë djathtë e zotit Hoti, po mbi të gjitha unë besoj që zoti Hoti pak është ngutë. Po thu është ngut. Po flasë. Dhe më thonë është ngut pak për shkak se qëre edhe nuk ka qenë edhe të marë parasysh, nuk është edhe rritje vogël 7%. Okej,